nderuar, mirë se ardhët në emisionin Betimi për drejtësi. Sot do të flasim për Agjencinë kundër korrupsionit, për mandatin e saj dhe punët cilat janë bërë dhe po bëhen në luftimin e korrupsionit, konfliktin e interesit, sinjalizimin dhe po ashtu deklarimin e pasurisë. Për gjitha këto do të zhvillojmë një intervistë me drejtorin e kësaj agjencie, zotin Yll Buleshkaj. Zoti Buleshkaj, mirë se erdha. Mirë se jetën, faleminderit shumë për mundësinë. A po na tregon çu e ke gjetë agjencinë kur i ardha? Agjencinë e kam gjetë si për festat vitit të ri, sepse kam marrë natën e vitit të ri. Do thotë në agjenci fillimisht ka qenë një periudhë e pushimeve, e kjo më ka kushtuar mua që ta njoh tamam agjencinë pak më vonë, do thotë merr pak më shumë kohë në njohjen e agjencisë si institucion. Agjencinë e kam gjetur në një gjendje po besoj funksionale, po jo të kënaqshme. E kam gjetur me një grumbull të madh të rasteve që janë grumbulluar të paktën gjysmën e vitit të kaluar. E kam gjetur me disa borxhe, të cilat për shkak të mungesës së udhëheqësisë nuk kam mundur të kryen, do thotë e kam gjetur edhe me raste shumë, po edhe me borxhe të grumbulluara. A keni nismi adresu krejt këtë sfida të fillimit? Po besoj 3 mujosh i parë është shfrytzuar për adresimin e këtyre sfidave. Nga sot e tutje, po besoj që nuk kemi më shumë raste të vjetra, po ashtu nuk kemi edhe borxhe të vjetra. Do thotë jemi barazuar në 3 mujoshin fillestar, gjendja është stabilizuar, si ta themi, dhe tash mund të punojmë në mënyrë pak më të rregullt. Okej, zoti Buleshkaj, në bazë të lëndëve të cilat i pranon dhe i trajton agjencia, me sa keni po prej ardhjes tuaj, cilat na del që janë institucionet ku dyshohet se është korrupsioni ma shumë prezent? Nga ato që i kam parë në këtë periudhë, nuk ka që ka ndonjë institucion i cili është kampion, qoftë për mirë, qoftë për shkelje. Do të gjitha institucionet janë të prekura nga pak, ka raste nga komuna, ka raste nga gjyqësori, ka raste nga prokuroria, ka raste nga ekzekutivi, ka edhe nga institucionet e pavarura. Do të thotë nuk mund të them se një institucion është shumë më i mirë se sa ndonjë institucion tjetër, apo që i zbaton shumë më mirë legjislacionin që është fushëntari e agjencisë, do thotë që është një dallim tepër i madh. Po, a ka ndonjë kështu fushë që është më e prekur në cilën agjencia ka pas raste më shumë? Ndoshta për shkak që edhe puna kryesore e agjencisë është puna e deklarimit dhe transparencës të zyrtarëve, më shumë ka pasur raste që janë ndërlidhur me vonesa në deklarim të pasurisë të zyrtarëve, po ashtu edhe në lidhje me mosaktësi të këtyre deklarimeve. Kem pas edhe raste potenciale të konfliktit interese, të cilat është synuar që të evitohen, po këto dy ka qenë fushat kryesore. Okej, për to do të flasim në vazhdim. Prokurimi publik na del që në shumicën e raporteve është fusha më e prekur prej korrupsionit. Në bazë dhënave të cilat janë prezantuar më herët nga Agjencia kundër korrupsion, na del që sipas monitorimit që është bërë në shumë tender, në 90% të tenderëve të monitoruar nga agjencia ka probleme ligjore. A ndodh që i kemi zyrtar të pakualifikuar në fushën e prokurimit, apo në prokurim, me qenë se është paraja publike, janë mundësitë e mira për keqpërdorim? Besoj që janë të dyja së bashku. Fillimisht besoj që edhe niveli ndoshta i zyrtarëve apo kujdesi i tyre në përgatitjen e dosjeve nuk është ai duhuri. E ana tjetër pastaj ka shumë potencial për keqpërdorime, për atë arsye ne të gjitha rastet që i monitorojmë edhe shohim që ka lëshime qoftë ato teknike i adresojmë me një herë. Ç'është e vërteta, çdo ditë agjencia lëshon opinione për aktivitetet e prokurimit, nga fillimi i vitit jam i sigurt se çdo ditë kem pas pak nga 2-3 opinione për institucione të ndryshme, të cilat i kemi dhënë për përmirësime. Nga ajo që është parë që të gjithë i bëjnë ato përmirësime. Përmirësimet që i bëjmë ne është duken që janë teknike, por pastaj mund të përdoren për favorizim të dikujt. Do thotë, por kemi një përgjigje të mirë nga institucionet. Edhe këto përgjigje kanë kthy pozitive gjitha institucionet, duke përfshi edhe qeverinë, edhe institucionet e pavarura, kushtetuese dhe agjencitë e pavarura, po edhe institucionet tjera si gjyqësori. Do thotë kemi dhënë komente, e po ashtu feedbacku që ka ardhur nga ato apo informata kthyese është që i kanë adresuar gjitha çështjet që i kemi ngritur ne. Që i bën raste të caktuara ka pas mundësi më favorizu dikush prej kompanive dhe kjo ka parandaluar një mundësi të korrupsionit. Gjithsesi.
në këtë fushën e luftimit të korrupsionit, si agjensi e dim që e ka si institucion një emër shumë të madh, por mandatin e dim që e ka të kufizuar. Pra hetimet që bëhen janë administrative, ndërsa hetimet penale bën nga institucionet e tjera. Kemi pas prejardhjes tuaj ngritjet kallëzimeve penale për veprat të mundshme korruptive. Kemi pas, statistika thonë që ka pasur ngritje. Për arsye që s'kam qenë këtu, po e kemi bërë tash raportin vjetor për vitin e kaluar, nëse gjatë gjithë vitit të kaluar janë dorëzuar rreth 140 kallëzime penale, vetëm në muajin janar dhe shkurt janë dorëzuar më shumë se 60. Do të tregohet që ka një ngritje shumë të madhe të kallëzimeve penale. Nga këtu ka dhe raste të cilat janë bartur ndërkohë ndër vite, por ka ardhur koha që ato të përfundohen, sepse kemi vendosur si menaxhment i ri që të përfundohen gjitha rastet e vjetra, të mos ketë ndonjë rast i cili është për në arsye apo tjetër ka mbetur pa përfunduar dhe në sirtar diku, do gjitha rastet duhet të përfundohen dhe pastaj kjo ndoshta ka rritë edhe numrin e kallëzimeve penale të cilat i kemi bërë për arsye të ndryshme në prokurori. A ka kallëzime të cilat prekin zyrtar të lartë, të cilat prekin përfaqësues që deri sot në perceptim të publikut shihen edhe si të paprekshëm? Na si institucion nuk është që jemi marrë shumë me atë se sa është niveli. Nëse shkelja ka ndodhur, na nuk kemi hezituar fare që atë rast ta ngrisim në prokurori. Do të ka në të gjitha niveleve, me siguri dhe jeni të informuar, ka nga niveli i ministrit, udhëheqës institucionit duke përfshirë edhe kryeprokuror, ka drejtor të policisë, ka edhe shefa ekzekutiv të institucioneve të pavarura e kështu me radhë. Do thotë, edhe pse ndoshta është dukur që dikush mund të jetë i paprekshëm, ne kemi kryer detyrën tonë duke e proceduar rastin te prokuria, të cilët janë të thirrur pastaj që ta procedojmë tutje. Zoti Buleshka, i kalojmë tash te një obligim ligjor që e ka agjencia që të veprojë në rastet kur ka mundësi që zyrtarët e lartë nuk i kryejnë obligimet për deklarimin e pasurisë. Pra përfundoi 31 marsi. Sa zyrtarë na del që nuk e kanë deklaruar pasurinë? Nga informatat që kemi tani, e dim që ka as lloj edhe raste që nuk e kanë deklaruar, po nuk e dim sa. Arsyeja është që ne jemi të obliguar me ligj që t'i presim edhe deklarimet që janë bërë përmes postës, po ashtu ka pasur edhe një numër të caktuar të zyrtarëve, të cilët nuk e kanë dorëzuar formularët në emailin e duhur, po e kanë dorëzuar formularët edhe të zyrtarë të ndryshëm brenda institucionit. Kanë pranuar edhe në formular, të cilët pastaj kanë proceduar, por duhet të verifikojmë që mos është dorëzuar ndonjë formular të ndonjë zyrtar tjetër, në mënyrë që të proceduar te departamenti i duhur. Por e dim të paktën 2 raste sot në mëngjes, 2 raste e kanë dorëzuar me vonesë. Do thotë e dim që 100% të zyrtarë nuk e kanë dorëzuar, janë të paktën 2 raste të cilat nuk janë në kohë. Po ashtu jemi duke i bërë verifikimet e gjithë emailave kontaktues që i kemi në mënyrë që të kemi një pasqyrë të qartë. Po ashtu të bëjmë verifikime që mos është deklaruar pasuria 2 herë nga dikush e pastaj neve statistikat na gënjejnë, dalim me një numër të pasakt. Kjo periudhë verifikimit teknik do të zgjatë po besoj një javë, do të nga fillimi i javës pas javës sashme do të kemi një pikturë shumë të qartë se sa zyrtarë nuk e kanë deklaruar, po atë që e dim që ka asi raste që nuk e kanë deklaruar. Pra, në të gjitha këto raste, ju me siguri do të ngritni kallëzime penale, ashtu siç përcaktohet me ligj? Ne fillimisht kemi një proces që quhet procesi verifikimit dhe hetimit, ku e shqyrtojmë mundësitë lehtësuese për këto raste. Nëse se ka dikush ndonjë arsyetim objektiv për që i ka penguar gjithë muajin ta deklarojë pasurinë, me siguri që do të marrim në shqyrtim. Nëse nuk ka këso lloj arsyetimesh, ne pa asnjë hezitim do ta përcjellim në prokurori. Pra, në këtë rast, për sa i përket deklarimit të pasurisë, ju keni bërë disa kallëzime penale, jo për këtë vit raportues, por për vitin paraprak edhe ndaj ministrave. Ndaj kujt? Në media është përmendur pak në një emër, është i ministrës Hajdaraj. Tjerë të emra nuk mund t'i përmendim për shkak që është një si punë sekreti. Është konfidenciale ende në këtë fazë. Për shkak që edhe prokuroria është duke kryer verifikimet nga ana e tyre, por të paktën një emër i cili është konfirmuar e përmenda emrin e ministrës, po nuk është i vetmi.
A është duke u hetuar ende, apo ka përfunduar edhe hetimi ndaj ministrës së punëve të jashtme, zonjës Donika Gërvalla, për një raportim cilin e kemi bërë ne, për shkak të mos raportimit të disa bizneseve? Rasti që përmendi është në përfundim të hetimit, dhe shumë shpejt do dalim me opinion të detajshëm se a ka pasur shkelje apo jo në rastin që keni cekur jo. Po, jemi ende në proces. Dhe më thonë s'ka përfundu dhe sot s'mund të adim se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. S'mund sepse atë që e di është që janë disa institucione të cilat është kërkuar që të dërgojnë informata, të cilat ose i kanë dërguar ditët e fundit që unë nuk jam informuar, ose ende nuk i kanë dërguar. E pastaj gjitha këto informata apo dokumentacion do të shërtohen nga departamenti dhe të vijmë me një përfundim. Po e përjesim lajmin. Gjithashtu një kallëzim penal tjetër që është ngrit, është bërë publik, është fjala për kallëzimin penal ndaj njërit prej kandidatëve për kryeprokuror për Blerim Isufaj. Ky rast e kemi pa që është hudh pothuajse me një shpejtësi të dritës, sepse kemi marrë informacion zyrtar nga prokuroria themelore në Pej, e cila na ka dërguar edhe aktvendimin për hudhje. Cila është praktika, zoti Buleshkaj, e trajtimit të këtyre rasteve, a trajtohen që ka shpejt edhe rastet e tjera, kur bëhet fjalë për kallëzime penale të mos deklarimit pasurisë? Po, ajo është e vërtetë. Është trajtuar më shpejt se sa rastet tjera, të paktën që nga koha që kam marrë detyrën, sepse nuk është që ke marrë ndonjë informat kthyese për trajtim të ndonjë rasti, që nga janari dhe me tani përveç këtij rasti. Tash ne nuk është që është mirë dhe të çuditemi shumë. Unë jam shumë i lumtur në qoftë se të gjitha rastet që ne i dërgojmë të keni trajtim kaq të shpejt. Do të thotë do të kisha mirë prit se cilin rast të trajtuaj kështu shpejt, sepse është e drejtë edhe e personit të përfshirë ta di përfundimin e gjithë këtij procesi, por jo, nuk kemi një standard, nuk është që të gjitha rastet që ne i dërgojmë përgjigjen në periudhë të njëjtë të kohës apo të parafort. Ka shumë raste që vonohen me vite, ka raste si ky që trajtohet çështje ditësh, ka tjera muajsh e kështu me radhë. Ndoshta kjo varet pak edhe nga hapësia gjeografike që prokurit e caktuara mbulojnë, ndoshta ndonjë prokuri nuk është shumë e ngarkuar si disa tjera, apo nuk mund ta di se çfarë arsye tjetër mund të ketë. Por ne do të ishim shumë të lumtur si agjenci nëse të gjitha rastet ishin trajtuar kaq shpejt. Në këtë rast, a mund të jetë pak indikative edhe koha kur është ngritur kallëzimi penal, por edhe shpejtësia që thash e dritës ka qenë në trajtim të këtij rasti, sepse pati edhe deklarim nga vetë kandidati që ndoshta kjo është bërë se ka qenë gara për kryeprokurore, mos ka dashur dikush me ndiku në këtë rast. Agjencia në asnjë rast nuk merret me këso lloj agjendash. Arsyeja pse është dërguar në atë kohë është pse është një rast i vjetër, edhe ashtu siç e thash në fillim, është vendim i menaxhmentit të ri që të gjitha rastet e vjetra të përfundohen. Do thotë nëse ka filluar që ky rast të hetohet para më shumë se një viti, secili rast duhet të ketë një epilog. Afatet ligjore janë ato që janë, do thotë brenda vitit duhet të kryhen, edhe gjitha vonesat pastaj nuk arsyetohen. Kjo do thotë është afati që ka qenë i fundit për të dorëzuar, duke që ka pas pak vonesë në trajtim të rastit, por me siguri kjo është lidhur edhe me pandeminë, edhe me rrethanat të cilat ka qenë në Kosovë asaj kohe, po besoj, po është një rast i cili është hetuar, ndërsa vetëm raportimi apo procedimi në prokurori është më bërë në kohën kur heqi këtë institucion. Gjithë puna është kryer para se të vijë në këtu. A pas ka pas mungesë guximi me dërgu këtë kallëzim më herët? Nuk mund ta them. Për shkak që nuk është as. A jeni befasuar me këtë vendim sepse mbas monitorimit ton, zoti Buleshkaj, të cilin e bëjmë në sistemin e drejtësisë, kemi raportuar për shumë raste të aktakuzave të cilat janë proceduar ndaj zyrtarëve të lartë e të cilët kanë, për mos me thoni 100% ngjajshmëri me mënyrën se si ka bërë shkelje edhe zoti Blerim Isufaj. Por në këto raste, në bazë të raportimit cilin e kemi bërë ne, na rezulton se zyrtarët e tjerë jo vetëm që janë akuzuar, por edhe janë dënuar. Në ndërkohë që në këtë rast e patëm një trajtim shumë të shpejt brenda pak ditësh dhe që u hudh. Personalisht
kur e kam marrë vendimin, nuk është që kam pasur një ri të historikut se si trajtohet në rastet e ngjashme, për shkak që jam i ri në social. Pastaj çka kam bërë, kam kërkuar që të më dërgohen në rastet e ngjashme dhe kam bërë një lloj edhe një lloj hulumtimi. Edhe kam gjetur aty që ka raste të cilat kanë qenë shumë të ngjashme këtë rast, edhe kam marrë masa dënimi. Por tek e fundit kjo është një e drejtë e ekskluzive e prokurisë dhe gjyqësorit, por për raste shumë të ngjashme ka pasur masa dënimi, të cilët kanë marrë zyrtar të ndryshëm, të komunave të ndryshme. Po prapë them nuk e di, ndoshta është edhe çështje gjeografie, sepse prokurorët të hapësirave të ndryshme të komunave të ndryshme kanë proceduar raste në gjyqësor, të cilat janë gati identike. Në këtë rast, praktika e vazhdueshme, zoti Buleshkaj, na thotë që dikun rreth 60% e kallëzimeve penale që ngriten nga agjencia hudhen nga prokurorët. A ka probleme të mënyra se si deri tash janë përpiluar këto kallëzime penale, apo është kjo një praktike prokurorisë që edhe kur ka koordinim me ta dhe kur bëhet ngritja e kallëzimit penal në bashkëpunim edhe me miratim të tyre, ata prap vendosin që t'i hudhin këto raste? Kjo faza e marrjes së këtyre përgjigjeve, po besoj që ende nuk ka ardhur. Posa e kam marrë institucionin, kam biseduar me drejtorit këtu dhe jemi marrë vesh që ta bëjmë një tryezë së bashku me prokurin, ku do të kishim vendosur në tavolinë të gjitha arsyet pse disa raste po hudhen e disa tjera nuk po hudhen, në mënyrë që të gjejmë si përfundim që a është lëshimi te ne në përpunimin e kallëzimeve, a është që ne nuk kemi dërguar mjaftueshëm dëshmi, apo është dikun tjetër, apo është e kualiteti i shkrimit, nëse është i pakuptueshëm, në mënyrë që ne të paktën nga ana e agjencisë t'i korrektojmë ato që mund t'i korrektojmë, ndërsa nëse ka lëshime nga ana tjetër, atëherë është puna e anës tjetër që t'i korrektoj. Puna që është në procesi i zgjedhjes së kryeprokurorit na ka penguar pak neve që si institucion që t'i vendosim këto kontakte derisa zgjedhet kryeprokurori i ri, e pastaj të bëjë një tryezë të përbashkët kryesisht me prokurorë të cilët merren me rastet kundër korrupsion, e pastaj bashkë me ta të vinë të përfundimi që ku është lëshimi. Nëse dokumentacioni që dërgohet nga ne ka mungesa, ai do të adresohet nga ne. Ai është vendosur nga agjencia. Nëse na thuhet që shkresat e juaja nuk e kanë cilësinë e duhur, e të gjitha shkresat e kanë njëjtën cilësi. Tash është pak problemi të trajtimit të tyre, sepse nuk ka që një shkresë ka një standard ndryshëm të shkrimit me një sepse standard tjetër. kryesisht përgatiten nga njerëz të njëjtë brenda agjencisë. Edhe shkeljet janë të ngjashme apo të njëjta. Nëse për shembull ka ndodhur që dikush nuk e ka dorëzuar në kohë formularin, dokumentacioni bashkangjitur është i njëjti, apo nuk është i saktë, dokumentacioni është i njëjti, sepse a dokumentacione pranojmë nga institucionet bashkëpunuese me ne, nëse dikush ka harruar që ta raportoj një veturë, konfirmimi është nga institucioni që realizon vetura në gjitha rastet. Apo nëse është ndonjë shkelje tjetër, prapë është i njëjti konfirmim nga institucioni kadastral TAZ. Po tash të shohim se çka do del nga ky bashkëpunim i ardhëm, nga besoj një punë hulumtimi i lëshimeve të mundshme. Besoj nëse është diçka që mund të përmirësohet nga agjencia, ne do ta bëjmë atë me kënaqësi. Ky është edhe një debat jo i ri, edhe i cili është diskutuar më herët edhe nga ne si aktor të jashtëm, pra nga organizatat shoqërisë civile, dhe madje në shumë kritika më herët mes të prokurorisë, policisë dhe agjencisë, disa prej kritikave që i kanë ardhur agjencisë janë se nuk përsojnë kallëzime penale, po përsojnë lecka, kështu që ato lecka po do të mi hudh. Ka pas kritika pra edhe për jo profesionalizëm, por edhe në anën tjetër, agjencia ka ngritë shumë argumente që edhe kallëzimet penale të cilat janë ngritë me miratim të prokurorëve, pra ka pas koordinim në fazën e hetimit, janë hudh. Pra edhe vetë prokurorët e kanë pas një faj shumë të madh. Kështu që një debat nështë i tillë kam i kontribu shumë edhe kësaj pjese për mu identifiku problemi mu adresu. Përveç kësaj pjese, pra ku ka paknatësit shumë ta me prokurorin, jo vetëm nga në këtë rast agjencia, por edhe nga policia, edhe nga agjencionet e tjera që janë specializuara që ngrisin kallëzime penale, ka kritikat shumë ta edhe për gjyqësorin. Natyrisht nga
perspektiva juaj dhe zyrtarë të tjerë duhet harujnë që mos të ketë kritika që damtojnë reputacionin e gjyqësorit, por megjithatë rastet cilat ngriten, sidomos për deklarimin e pasurisë, çfarë epilogu kanë sipas jush të saj një të kënaqur? Tash ngjashme me prokurinë edhe vendimet të cilat i merr gjyqësori nuk janë uniforme. Për shkeljet të përafërta kemi vendime të ndryshme. Është një komentar për veprat penale që ka lëshu Gjykata Supreme, duket që edhe ai nuk është që është duke u shqyrtuar shumë nga gjyqësori, sa jemi të kënaqur, nuk jemi të kënaqur, sepse nëse vetëm një statistikë përmendin, nëse i dërgojmë 200 raste, nga 200 raste marrin 5 raste vendimi i gjyqësorit është dënues, ne nuk mund të jemi të kënaqur. E para, ndoshta jemi të pakënaqur pse janë vonuar shumë raste i hupet materialiteti i shkeljes me kalimin e kohës, sepse trajtimi është i ngadalt, këtë mund ta them. Qoftë se një rast i dërguar nga ne dhe i konfirmuar nga prokuria ka shkuar në vitin 2019, apo edhe më herët, ende është duke u trajtuar nga sistemi gjyqësor. Kjo vonesë pastaj mund t'i ndihmoj palës të merr një vendim lirues për shkak që tashmë materialiteti i rastit ose nuk është më zyrtar publik, ose se ka humbur efekti. E pastaj edhe vendimi me siguri që është në përputhje me atë humbje të efektit. E kjo e vën theksin në nevojën që rastet e korrupsionit, qofshin ato të dërguara nga ne apo nga një institucion tjetër, duhet të trajtohen me prioritet dhe sakt, që edhe të parandalohet vazhdimi i shkeljeve, sepse shumë raste vonesa nuk e ndërpren një praktikë të keqe, cila mund të ketë efekt korruptiv. Tash nuk po them vetëm për detyrkarimi, por ka edhe tjera raste, ka të konflikti interesi ta zëm, apo ndonjë rast tjetër i ngjashëm, ku vazhdohet që të shkelet ligji nga zyrtari deri në vendimin final, për shkak që vonohet marrja e vendimit. Në këtë rast, politika ndëshkimore e gjykatave kritikohet nga të gjithë, sepse sidomos në këto raste të deklarimit, edhe pse është vepër penale e dënueshme. Praktika po na kallëzon se kjo nuk është vepër penale, po është kundërvajtje. Njëjtë si me kalu shpejtësinë në komunikacion, njëjtë si mos me deklaru pasurinë, efekti në vendim po është i njëjtë. Po, e thonë të vërtetën, edhe nëse te kalon shpejtësinë në komunikacion dhe e vran dikon rrugë, ajo nuk është më çështje kundërvajtje, kjo është këtë rast kërkon vepër penale. Po besoj që ngjashëm duhet të pranohet edhe rastet tona. Qoftë se ke afati është një muaj dhe kalohet në një muaj e 3 ditë, apo 4 ditë, apo fare, atëherë është kalon një stad tjetër. Edhe pse po besoj që kjo do të rregullohet me legjislacionin e ri, do të ketë një formë tolerance disa ditore për ata që vonohen, duke qenë fillimisht si që mund të mbulohet me një gjobë që do të alëshonte mandatore institucioni jonë, prapse për momentin është vepër penale. Dhe ne si institucion nuk mund të them tjetër çysh përveç kësaj, ashtu siç është. Përderisa është lez, duhet me zbatu edhe ajo që nuk është zbatuar është edhe një paragraf i 3 i nenit, ku thotë edhe pasuria e pa deklaruar apo rrajshëm duhet të konfiskohet, nuk e di ndonjë rast që ka ndodhur, nëse është vërtetuar, do të nuk është zbatuar në plotëni, asnjëherë ky nen i kodit penal. Dorën Zamër, si vepër është kritikuar jashtëzakonisht shumë, sepse ndoshta një ditë deklarimi me vonesë nuk ishte dashur me penalizu, sepse ndoshta është problem mu konsideru si vepër penale, po megjithatë është ligji ashtu siç është dhe ju keni mandat që vetëm ta zbatoni. Një diçka që ka pas kritika të vazhdueshme, zoti Buleshkaj, për punën e agjencisë ka të bëjë edhe pjesa e interpretimit të konfliktit të interesit. Pra agjencia ka mandat ekskluziv që ta bëj interpretimin e zbatimit të këtij ligji. Në vazhdimsi ka pas raste të ngritura në agjenci, por të cilat janë interpretuar sipas shoqërisë civile me një subjektivizëm tepër të madh. Po e marrim rastin e kryeprokurorit, në fakt s'është hala por që po shkon drejt përfundimit të mandatit. Rastin e kryeprokurorit Aleksandër Lumezi, i cili ka ushtruar 7 pozita. Dhe agjencia ka nxjerrë një opinion sipas të cilit asnjë nga
ushtrimi i këtyre pozitave nuk ka rënë ndesh pra me ligjin e konfliktit të interesit. Tash nëse i interpretojmë këtë në 13, e shohim që aty më shumë se një pozitë drejtuese s'mundet me pas një drejtuesi në institucioni. Ndërkohë që zoti Lumezi ka qenë kryeprokurori i shtetit, ka qenë kryetari i Komisionit për Provimin e Jurisprudencës, ka qenë kryetari i Akademisë Drejtësisë, ka qenë kryetari i Komisionit për mbrojtjen e dëshmitarëve të mbrojtur, edhe ka pas disa pozita të tjera. Nuk është që hyn tash kjo në kuadër të mandatit juaj, megjithatë po më intereson si vlerësim i juaj, çu shikeni po krejt këtu sepse kanë qenë publike. Ashtu si gjithë publiku, edhe unë jam njoftuar në këto raste nga mediat, më parë për shkak që nuk kam qenë brenda institucionit, nga një herë pamja nga brenda institucionit nuk është krejt identike me atë që duket nga jashtë. Por ende nuk është që mund të them që këto kanë qenë lëshime nga institucioni, sepse ende nuk është që kam ndonjë dëshmi që ka pasur lëshime. Në 13 është pak problematik, sepse thot përveç nëse është parapar me ligj ndryshe, e pastaj të interpretimi se si është parapar ndryshe me ligj, me siguri është gjetur kjo vegza ashtu që përmendni ju për interpretim. Atë që do të siguroj nga koha që ka marrë mandatin është që të jemi shumë strikt në interpretim të legjislacionit, jo për ta dëmtuar dikën, po për ta penguar konfliktin e interesit edhe në dukje, sepse ashtu e parasheh edhe ligji. Do thotë secilën mundësi që të duket që ka konflikt interesi do ta trajtojmë sipas ligjit dhe do të japim opinionet tona ashtu siç i parasheh ligji. Do të nuk kisha pas shumë dëshirë të komentoj opinionet e mëhershme, për shkak që nuk kam qenë titullar, por prapse nuk mund ta heq edhe barrën time, si u thënë institucioni, edhe për punë që është kryer përpara. Edhe përmend edhe për rastet që i dërgojmë prokurori, po edhe për rastet e konfliktit interesit, ne jemi në proces të analizave të brendshme. Gjitha këto inpute që keni shoqërinë civile do të na hynin shumë neve në punë që ne ta bëjmë analizën më të saktë. Do thotë nëse keni parë 2-3 raste apo më shumë raste kur agjencia ka jap opinione të cilat nuk janë të njëjta për kushte identike, atëherë ne jemi shumë të lumtur nëse i marrim ato raste si udhëheqësire, të shërtojmë pastaj edhe të bëjmë korrektimet e mundshme nëse ka vend për korrektim. Natyrisht në një intervistë që kemi zhvilluar kohë më parë pikërisht për të temë me zyrtarin përgjithës për konflikt të interesit, nuk është që ka pas përgjigje, edhe nuk është që në fund nuk është detyruar me thonë se do ta shqyrtojmë sërish nëse pas kemi vepruar kështu, sepse ju e thatë saktë që në 13 përcaktohet që mund të ushtrohet edhe një pozitë ndoshta tjetër drejtuese nëse përcaktohet me ligj, ose nëse është përcaktuar ndryshe. Po për shembull te kryeprokurori e kemi pasur kryeprokuror të shtetit, edhe mazane kemi pasur kryetar të Akademisë të Drejtësisë. E në listë Akademisë Drejtësisë nuk thuhet që kryeprokurori i shtetit duhet me qenë kryetar, po thuhet se është antar. Po mazane në mesin e antarëve u qunë edhe e bënën bashkë këto kryetar. Mazane e bënën edhe kryetar të Komisionit për Provimin e Jurisprudencës, edhe këtu ja dhonë edhe janë 27 pozita tjera për me majt në pozitën që duhet. Një rast tjetër, zoti Buleshkaj, që lidhet me këtë pjesë, ka të bëj edhe me interpretimin e konfliktit e interesit për këtë garën për kryeprokuror. Ju e nxorët një opinion i cili e përjashtoi njëri nga kandidatët, pra në këtë rast sipas kërkesës që e ka bërë vetë zoti Arben Ismaili, i cili u tërheq nga gara sepse agjencia konstatoi se eventualisht nëse ai do të emërojë kryeprokuror do të përbënte konflikt të interesit. Por siç e pam, situata e ngjashme ka ekzistuar më herët edhe me njërin prej kandidatëve të tjerë, pra me Blerim Isufajin, i cili para 2 vitesh në situatë njëjtë konfliktit të interesit është zgjedhur kryeprokurori i prokurorisë speciale. Pse s'ka vepruar atë agjencia? Nuk mund ta them pse s'ka vepruar, ndoshta ka mungu informata apo kërkesa. Unë mendoj që rasti që përmendit i kandidatit tanishëm për prokuror është një rast i mirë, do të përshëndetur, secili që dyshon që mund të vi në një pozitë konflikti interesit, është e natyrshme që të kërkoj opinion nga ekspertët tanë. Besoj që këtë shembull e duhet ta përmendim si shembull të mirë, ndërsa te vitet paraprake, për shkak që nuk e di se si ka ndodhur edhe nga informatat që kam pranuar nga kolegët e mi, nuk ka pas një kërkesë për interpretim, atëherë kjo ka mund të kaloj pa interpretim nga ne. Prapë mendoj që secili person është mirë që të na njoftoj
nuk është që ne mund të dimë të gjitha rastet e potenciale konflikti interesit, nuk është e domosdoshme që të jetë palë në konkurs në këtë rast, apo të jetë palë në një të nder të mundshëm, po nëse ka informaten, është shumë mirë që ata këtë informatë ta ndajnë me ne. Ato që mund të garantoj është që nga 31 dhjetori i vitit kaluar, për 5 vite sa do të jem mandat këtu, se cila informat, se cili denoncim do të merr trajtimin e duhur. Do të nuk mundem shumë të komentoj atë që ka ndodhur përpara, për shkak që nuk kam qenë këtu. Mund të them vetëm informatat që më janë dorëzuar zyrtarisht nga kolegët, ndërsa nga 31 dhjetori mund të garantoj, e atë do ta bëjmë. Natyrisht, vetë sa për me konstatu edhe për publikun që nështë nuk e kanë shumë informatën e saktë se për çka po flasim, bëhet fjalë për rastin e Blerimit Sufajt, i cili ka qenë antar në Këshill Prokurorial dhe që pas përfundimit të mandatit si kryesues ka dhënë dorëheqje dhe në të njëjtën ditë ka konkuruar për pozitë të kryeprokurorit në prokurori speciale, që është zgjedhur në këtë pozitë nga ish-kolegët e tij dhe që në një analogji me interpretimin që është bërë për zotin Arben Ismaili, i bën që ka qenë në konflikt të interesit. So për informacion, domethënë për këtë rast ne e kemi informuar atëherë drejtorin e Agjencisë kundër korrupsionit me raportimin dhe me gjetjet. Dhe po ashtu në bazë të gjitha raportimeve që janë bërë nga raportimet tona për këtë gjendje të konfliktit të interesit, po supozoj që atëherë agjencia është dashur me pas informacion. Po pse s'ka vepruar, natyrisht tash mbetet ndoshta me pa ju, edhe besoj që do të merreni pak me këtë punë, me këshyr pse s'është vepruar. Ne do të shikojmë gjitha mundësitë pse s'ka ndodhur. Nga informatat fillestare është që stafi nuk ka pasur informata. Departamenti nuk është raportuar në departamentin e konfliktit interesit kjo informat. Nuk e di shumë rrethonat si kanë qenë atëherë, por atë që di që nuk ka mbërrit, nuk është futur si rast i brenda. Ndërsa te puna e monitorimit, te puna e komunikimit, ish drejtorit atë nuk isha pas qef shumë ta komentoj, për atë mund ta me siguri të merr një prononcim nga ish drejtori, edhe pastaj të shpjegoj më shumë se pse nuk kaluar me tutje apo ka kaluar edhe nga ai pa e drejtur ky rekomandimi i juaj. Po shpresoj shumë që raste të tilla nuk kanë më namet në sirtar tash e mas, sepse jeni ju edhe do t'ju mbikëqyrim në mënyrë që ta shohim zbatueshmërinë e ligjit, a do të jetë e drejtë për të gjithë apo do të jetë selektive, siç po dëshmohet se ka qenë në të kaluarën. Atë që mund të them është që ai moment që nuk jam në gjendje të garantoj trajtim të barabartë për të gjithë, unë nuk do ta mbaj më detyrën që jam duke mbajtur tash. Dhe krejt në temën e fundit, zoti Buleshkaj, në ligjin e mbrojtjes së sinjalizuesve, agjencia e ka një rol i cili është jashtëzakonisht i madh për të promovuar të gjithë sinjalizuesit dhe për të mbrojtur ata karshi sinjalizimeve që i bëjnë. Deri tash, a ka raste agjencia të cilat janë sinjalizuar dhe të cilat po trajtohen? Shumë pak raste ka nga procesi sinjalizimit. Këtu duhet ta vë pak fajin edhe te ne nuk është që kemi arritur shumë të promovojmë këtë ligj, duhet bëjmë shumë më shumë në këtë aspekt, për shkak që kemi një divizion i cili merret me mbrojtjen sinjalizuese, ndërsa shohim që rastet janë shumë të pakta duke krahasuar me rastet e ndryshme. Ka ndoshta edhe shumë herë keq kuptim se a kualifikohet një rast si rast sinjalizimi, dhe a mund të përdoren mbrojtja që ofron ligji për mbrojtje sinjalizuesve. Kështu që duhet të punojmë shumë më shumë në atë aspekt që ta ngrisim vetdijen e qytetarëve dhe të zyrtarëve pastaj prapë që mund të raportojnë, e në anën tjetër të ngrisim ndoshta edhe me nivele më të lartë edhe kapacitetet e zyrtarëve brenda institucioneve që janë pika kontakti për sinjalizim, në mënyrë që ata të kenë të qartë se çka mund të trajtohet nga ata, se çka mund të trajtohet nga ne, sepse është një praktikë jo e mirë, ku secili rast, secili drejtohet për shkak të pasigurisë, pastaj kalohet te ne, pastaj ne duhet të tregojmë që zyrtari me fjalë nuk është zyrtari i lartë, nuk merret niveli jon, por duhet të trajtohet brenda institucionit. Kjo është besoj një ngritje kapaciteti që do të ndodhë në të ardhmen. Nga ajo që kam pa, këtu ka pengu shumë edhe pandemia, ku nuk ka mujtë agjencia të organizoj shumë takime me këta zyrtarë,
E-maila ka mujt me shkru, besoj. E-mailat janë dërgu, po nga njëherë ne edhe nuk e lexojmë e-mailat shumë, sidomos kur janë Edhe telefonat teknike kanë kjo. punu. Po kam punu, po besoj. Në atë kohë. Por ato që kemi vendos është që ta ngritim nivelin e komunikimit dhe informimit të publikut, po besoj që kjo do të vrej dallimi shumë shpejt. Nuk them që do të kemi më shumë raste, po të paktën publiku do të jetë pak më informuar. Deri tash ka kështu raste, cilat është? Kemi raste, Sa kemi raste raste që kemi dërguar janë më pak se 10 çdo vit. Kemi raste për shkak që nuk janë ndarë informacionet sipas ligjit me sinjalizuesin një ministri i caktuar, ne kemi ngritë edhe kazim penal për udhëheqjen e institucionit për shkak të respektimit, do të kemi të paktën një rast të tillë, por nuk mund të mburremi me numra, se janë 90. Edhe kjo histori është që nga fillimi kur është fut në fuqi ligji për sinjalizues, numrat e sinjalizuesve. Pra do të mbetet shumë të punohet në këtë aspekt. Zoti Buleshka, ju falenderoj për kohën. Faleminderit shumë juve për mundësinë. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë intervistë me drejtorin e Agjencisë kundër korrupsionit, zotin Yll Buleshkaj, me të cilin diskutuam për mandatin e agjencisë dhe punët e kryera deri më tani, por edhe se çfarë na pret në të ardhmen. Gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.